përgjetur zgjidhje për çështjen e presidentit. Po, numrat për qeverinë, normalisht edhe për kryetarin e kuvendit janë. Unë besoj që stabiliteti politik është i domosdoshëm për vendin tonë, jo vetëm për nevojën që ka vendi ynë, si vend, si shtet, mirë po edhe për shkak të rrethonave ndërkombëtare, për shkak të sfidave me të cilat po ballafaqohet bota dhe regjioni në aspektin e sigurisë, për shkak të ndryshimeve në ambientin global të sigurisë, por edhe të raporteve ndërkombëtare, po është edhe nevojshme normalisht parasgjithasht për funksionalitetin e shtetit, për funksionimin. Çka do të kontribuojë këtu lëvizje? Unë besoj që kryeministri Kurti e ka dëshmuar në të kaluarën dhe po e dëshmon edhe tani, sidomos gjatë këtyre ditëve, me angazhimin e tij përgjetur zgjidhje për çështjen e presidentit, edhe pse çështja e presidentit, e ka thënë edhe ai në deklaratat e tij, nuk është çështje që i përket vetëm partisë fituese, pra çështja e presidentit. Kjo është edhe arsyeja pse kryeministri Kurti ka qenë i pari që i ka ftuar në takim për këtë çështje partitë opozitare, normalisht që detyrim, obligim kryesor i lëvizjes vetëvendosje është konstituimi i kuvendit dhe votimi për funksionalizimin e qeverisë, sepse si parti e parë e ka obligim kushtetues. Janë numrat që të drejtoj, po, numrat për qeverinë, normalisht edhe për kryetarin e kuvendit janë, edhe mund të bënë, mirë po e tha edhe kryeministri gjatë prezantimit të tij para mediave, që me qëllim që të mos kemi ngjecje si herën e kaluar, ai ka filluar tashmë me takimet me liderët e Sërish do të insistuar. Besoj që zgjidhja më e mirë është që të kemi një president konsensual, sepse presidenti, sipas kushtetues së Republikës së Kosovës, është institucion shtetëror, pra është institucion që duhet të prezantojë. Pra në asnjë rast kryeministri nuk insiston që të kemi një president nga lëvizja vetëvendosje. Gjithmonë kandidatët që kanë dalë nga lëvizja vetëvendosje kanë dalë sepse ka qenë e pamundur që të gjendet për shkak të nuk e përjashtoj mundësinë që të jetë nga kjo fushë, po unë vlerësoj që është shumë e rëndësishme që të jetë konsensual, që të jetë i pranueshëm, pra edhe mos të jetë pjesë e këtyre fërkimeve që i kemi të përditshme politike në mes të liderëve apo mund të themi zyrtarëve të partive politike.